Ne si fëmijëri të 4 kemi qenë shembullor, sidomos motra jon nga klasa parë në klasën e 8, nuk ka asi 9, vetëm 10. Edhe unë gjithashtu, po edhe vëllezërit, por nuk përfituam shkollë sepse nevoja ekonomike nuk e përcjellshim dot njëri tjetrin. Unë kam mbaruar klasën e 8 në 77 qershor dhe në moshën 13 vjeçë e gjysmë, se 6 vjeç kam filluar shkollën, kam filluar në punë direkt, kooperativ. Kam vazhduar një shkollë të mesme. Keni jetuar në Kavaj, për këto vite që po flisni, bëhet fjalë në një fshat? Luzi i Madh, Kavaj. Të Kavajës. Duke punuar, duke vazhduar edhe shkollën, por gjatë kësaj kohe edhe duke tërhequr nga pas më të veglit. Duke shkuar Ju ishit fëmija i madh apo? Unë isha më i madhi. Martua motrën, kreva shërbim detyrueshëm ushtarakun, pastaj çova vllajin, pastaj vllajin. Po marrëdhëniet me babain si kishte, duke qenë se ai u martua dhe krijoi babai kishte familje vete, kishte punën e tij. Punimi ekonomik për ne nuk ekzistonte. Pati fëmijë me martesa tjetër? Po, dhe 4 fëmijë tjerë, 4 ishin te, 4 ende. Juve keni marrëdhënie me vëllezërit apo motrat? Kemi marrëdhënie dhe marrëdhënie shumë të mira, me vëllezërit dhe me motrat. Por ashtu erdhi situata dhe pastaj unë jam martuar në 86-ën, nga 86-a merrën jetë 2 fëmijët. Ku e njohët bashkëshorten, që ti marrim kështu hap? Bashkëshorten me thot drejtën në afër një katune aty ku ishim ne, o boshkas një daja im që ishte atje, me thot drejtën, nuk ishte këtë prizëm që është sot për tu. Ne u fejuam për 6 muaj, njëherë tek kemi takuar. Kam shkuar një rast në çovej pago llokumba asgjë tjetër. Pra juve ju martuan me mblesëri, takuat vetëm një herë? Po, edhe atëherë që shkova, u indatos babai gruas, çdo në këtuaj. Nëse ato ishin kushtet për atë kohë. Kur e pat për herë të parë, ju pëlqeu vajza që ju kishin zgjedhur për ta marrë? Normale. Ishim njerëz thjesht, njerëz punëtor, nuk kishim të kërkesa që kërkon një iri sot, ne thjesht ishim. Me thot drejtën, unë jam martuar në ushtar, vitin e 2 të ushtërisë, nevoja familjare. Pra, ju e takuat për herë të parë, pas 6 muajsh që u përhap lajm, pra që u kishin prezantuar familjet? Pas 6 muajsh ne kryjm martesën. Po. Merrën jetë 2 fëmijët, familja ishte e përbashkët edhe me vëllezërit tjerë, me gjyshin dhe gjyshin.